Një nga 2 tualetet publike që funksionojnë prej vitesh në qytetin e Sarandës është mbyllur. Sipër dyerve të tyre vazhdon të lexohet destinacioni gra dhe bura. Por vetë dyer qëndrojnë të mbyllura, njëra me dryn e tjetra me lozin, që tregon se vendimi për bllokimin e tyre ka marrë dhe nuk dihet nëse do të ketë rikthim në funksionimin e tyre. Pak vite më parë u investuan nga fondet publike në këto tualete për të ofruar kushte më të mira, ndërkohë që shërbente edhe një sanitare e cila kujdesej për pastërtinë e tyre. Mbyllja e këtyre tualeteve publike është baraz me heqje të mundësisë në qendër të qytetit, jepej për ata udhëtar nga zonat rurale, për kalimtar të rastit apo për të moshuar me probleme që e din se prej dekadash këtu gjenden tualete publike. Qytetarët përcjellin shqetësimet për kamerën tonë. Qyteti turistik i Saranda, për shembull, është domosdoshme të ketë banja publike, sepse këtu ka një mori njerëzish. E mos ketë një banjë publike Saranda s'ka turp më të madh. Të vënë në det, të shturp i madh për ne. Ne duhet patjetër jo një banjë që kemi ne me përdoret për si sarandiot, si të huaj. Duhet të më shumë, ketë më shumë banja. Edhe në plazhet që kemi ne në Sarandë, që kemi kaq të bukura, kaq të mira, duhet të ketë patjetër një banjë publike. Të paktën të hapet ajo të vetë funksionim. Të futet funksionim ajo atje që ka bllokuar. U ka marrë vesh. Që ta dini dhe juve u ka marrë vesh si duket sikur e kanë privatizuar oligarkia e Sarandës. Duket që ka privatizuar. Po direkt bashkë rregulloi edhe pastaj. Jo vetëm që duhet të jenë hapur, po një qytet me kaq popullsi, me kaq vizitor, duhet të kishte edhe 2-3 të tjera banja publike. Është turp që nuk ka një banjë publike. Se çfarë ndodh në kushtet kur gjenden të mbyllura dyert e një tualeti publik, nuk është e vështirë të kuptohet e të shikohet, sepse gjatë orëve të çdo dite, këtyre tualeteve publike vazhdojnë të drejtohen njerëz të ndryshëm nga padinia mbi atë që ka ndodhur. Të gjendur përpara dyerve që nuk hapen tani ndodh me e keqja, nevoja kryhet në natyrë. Cada bici, duke qyra. Tashmë Sarandës i ka mbetur funksionale vetëm një banjo publike e nëndeshme e trashëguar nga vitet e pushtimit italian, shumë larg qendrës së qytetit, ku është fluksi më i madh i të ardhurve e vizitorëve në Sarandë nga larg, si dhe ku qarkullojnë edhe të moshuarit. E tërë kjo kategori që mbase nuk e kanë mundësinë të frekuentojnë tualetin e vetëm publik të mbetur hapur apo tualetet e lokaleve të shumta, mbeten me shpresën dhe presin që të bëjnë hap pas ata që vendosen mbylljen e një prej tualeteve publike të qendrës së Sarandës.